Po hyn në ceremoninë më të veçantë në botë, uljen e flamurit në kufirin Indi Pakistan. Kjo është pjesa e Pakistanit, përballë është India. Shiheni çfarë ceremonie. Gjanë sikur ti jesh në stadium. Kjo është pjesa e Pakistanit. Përballë është pjesa e Indis. Çfarë ceremonie? Duket tash sikur ti jesh në stadium. We can go a little bit up. Do t'ju tregoj gjithë ceremoninë tani. Shive si është plot me njerëz, pa besueshme. Edhe indianët në anën tjetër janë duke zhvilluar të njëjtën ceremoni. Ky është kufiri, ajo dera atje është kufiri, mes Indis dhe Pakistanit. Edhe të zitës tifozësh. Ky është ushtari Pakistanit. Çfarë historie. Edhe indianët në fotografinë e Gandhit përpara. Kashti, po vazhdojmë të shkojmë, po vazhdojmë më para. Çfarë ceremonie, si me qenë stadium, shive. Kjo ख़वातीनो हज़रात, आज की परेड की कार्रवाई इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है। आपसे गुजारिश है कि इसको ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए स्टेडियम से बाहर तशरीफ ले जाएं। Ceremonia zhvillohet dyert ditë, para dite e ngritjes flamurit dhe mbas dite e uljes flamurit. Këtu janë dhe ceremonia uljes flamurit. Shiheni, është spektakolare. Ladies and gentlemen, with the finishing end of today's flag lowering ceremony, you are requested to exit the stadium in an orderly manner. Please give priority to the elderly ladies and children while moving out and ensure that you have your possessions with you. Thank you. You can stay there. Ja dhe pjesë indiane. Nuk e di nëse mund gjesh një ceremoni tillë, do mundohem t'ju tregoj pjesë ceremoninë. Gjatë gjithë kohës që është duke zhvilluar. Shiheni se si janë edhe tifozët me flamuj. Janë dy vende që kanë bërë 3 luftra, që janë të dyja fuqi atomike që mund të shkatrojnë globin, por që zhvillojnë një ceremoni të përbashkët në sy të vendasve të dyja palëve.
Stadiumi ishte edhe më i mbushur, po lëviz tani për momentin. T'ja tregoj më me detaje. Ushtarët e Pakistanit, më shkurti janë ushtarët e Indis, ku janë me gjelbra, veshjet gjelbra. Kjo është pjesa indiane, ku zëma dhe Gandhi. Ndërsa kjo është pjesa pakistaneze në themelusin e Pakistanit. E gjithë zona është si stadium. Ky është kufiri, ja ku është Pakistani këtej dhe India ndej. Kjo dera aty. Njerëzit zbresin për të fotografuar me ushtarët. Tashti sapo ka mbaruar ceremonia. Si për janë edhe janë fotografitë e personazheve kryesor të Pakistanit, që prej figura më historike, ja ku është dhe Benazir Bhutto. Mes edhe themelusi Pakistanit. Kjo është pjesa e Indis. Pjesa që lexon Pakistan. Është çmenduri e gjitha. Shifën se si rrin njerëzit. Presin me orë derisa të mbarojë ceremonia. Janë ushtarët e Pakistanit kufirit. Pa kompar pa edhe një përplasje mes dy palëve. Shifin edhe indianët, fotografuan dy anët. Kjo është dera e një prej kufive më të vështirë, kufi atomik. Kufi mes Indisë dhe Pakistanit, me dy nga ushtrit më të mëdha të globit dhe më të çuditshme të globit. Është deri sipër është stadiumi plot. Ashtë të shkoj pak më vonë të bëj një fotografi më ushtarë. Interesant. Tash ky është kufiri më i çuditshëm i globit, sepse është kufiri mes dy fuqive atomike që gati nuk funksionon. Nuk hapet asnjëherë. Bëjnë vetëm të ceremoni ku secila palë duart roket uljen dhe ngritjen e flamurit të palës vet, pra, si çështje tipoze. Çuditshëm. Kufiri Pakistan. Kufiri më i çuditshëm botë. Bëhet një ceremoni e madhe, nuk kisha menduar kurrë që do ishte kaq interesant. Jashtëzakonisht e bukur. Super ceremoni. Nga kufiri i Indit Pakistanit. Kjo ishte ceremonia shumë e çuditshme. Tash po të shohësh rreth e rrotull është akoma plot, ka mbaruar ka 40 minuta dhe njerëzit qëndrojnë akoma për të fotografuar me rojet e kufirit. Shumë e rrallë. India në këtë drejtim dhe Pakistani në këtë drejtimin tjetër. Dy vende cilët kanë pasur përplasje 3 luftra midis tyre dhe që prapë zhvillojnë një ceremoni të përbashkët dhe pabesueshme. Mbledhin mbështetësit e dyja vendeve dhe zhvillojnë ceremoninë 2 herë në ditë. Në mëngjes për ngritjen e flamurit dhe në darkë për uljen e flamurit. Është një ceremoni që vlen të shifet nëse vizitoni Indin apo Pakistanin. Shifeni.
nga kufiri Indi, Pakistan, kufiri dy fuqive atomike.